shëmbresa shumë të mëdha sepse kam hasë shumë njerë gjatë gjithë kohës edhe në kinema kërvishin me pa dhe njerë që kanë pa para se me u shfaq filmi dhe ndikon njerë zakonisht shumë pozitivisht të njerëzit në vedisimin e njerëzve, në pasqyrimin e atij realiteti dhe aspekti kritik që trajton filmi arrin gjatë gjithë kohës arrin në nivelin e duhur përveç politikanëve të cilët vlerësimet artistike shpeshherë i keq kuptojnë dhe i kanë marrë si sulme personale në atë kohë. Por në kohë i bika ashtu sepse ishte në pushtet partia e cila thirret në vlerat e luftës, ndërsa ushtarë, sepse trajtojnë ushtarë të UÇK-s, ndërsa ushtarë të UÇK-s ishin në gjendje të mjerueshme. Dhe pikërisht këtu është ajo kritika që unë e bëj në film, por nuk flas politikisht, nuk flas për ideologji. Unë flas për trajtimin e një situate, një individi të luftës, të cilët rrethanat jetësore i bëhen armik për jetën, i bën kundërshtar i jetës. Prandaj dhe në çdo vend, sepse filmi ka marrë pjesë në festivalin në të gjitha kontinentet, veç dihet sepse edhe mediat e kanë promovu shumë në Kosovë, që duhet patjetër t'i falenderoj gjatë gjithë kohës për këtë punë, por në çdo vend që ka shku ka marrë vlerësimi jashtëzakonisht shumë mirë dhe kritika ka shkruar jashtëzakonisht shumë mirë, sepse gjendja njerëzore edhe situata rrethanat njerëzore janë njerëzore për të gjithë, edhe pse nuk flasin shqip, po jemi njerëz në gjithë botën. Dhe prandaj secili pak a shumë secila shoqëri ka kaluar në rrethana të tilla dhe e kanë përjetuar filmin mirë. Filmi është prit jashtëzakonisht shumë mirë. Kam përshtypjen se komplet komuniteti artistik e ka si lloj brenge pse nuk kemi një film për luftën. Në fakt janë plot filma me tematik luftën, po sikur e mendojnë një film që do t'ja që të ketë pikën kësaj pune. Në fakt ne Resul nuk kemi filma me tematik luftës, kemi pasojë të luftës. A më shumë, po tematika që lidhen me luftën. Pasojë të luftës, lidhen me luftën, po. Dhe pse artistët kyçen në ato tema është për shkak të fuqisë emocionale që plasojnë ata lloj filma dhe dihet në të gjithë botën, por nuk është që nuk kemi filma që trajtojnë tema sociale. Dhe shumicën i kemi që trajtojnë tema sociale dhe disa prej tyre kemi që trajtojnë tema me fuqi emocionale, me ngarkesa emocionale më të mëdha që janë pasojë e luftës. Por filma me temat luftës nuk janë financu. Madje ka pas raste pas këtij filmi kur unë pak a shumë u denova dhe një kohë gjatë unë për 8 vjet sa ka qenë ai drejtori unë s'ka marrë asnjë projekt si regjisor. Dirse unë mendoshë që kam u vlerësu dhe kam u qenë në qiell dhe tjera unë më nuk mora film. Nuk mora projekt për qendrës kinematografike. Që do të thotë që nga njerë për të bërë mirë duhet me sakrifiku dhe të bie me sakrifiku, po s'kemi çka me bë. Okej. Mirë, thash atë idenë që e ka kinematografia një film shumë të madh për luftën. Sa është realiste një kërkesë e tillë? Mendoj që tani është realiste, sepse është shumë afër. Do të ishte ai film për Adem Jasharin dhe historinë e luftës ti. Është rrit shumë buxheti i qendrës kinematografike, gjithashtu në ligjin e ri është para pa edhe filmat me interes kombëtar. Do të thotë Ministri i Kulturës ka insistuar në këtë gjë dhe është miratuar, që do të thotë dera është e hapur derisa të rregullon çështja administrative, nuk e di se si funksionon kjo punë. Ju pak a shumë e dini që unë kam marrë miratimin për familjes, po dalte tema të filmit Adem Jasharit, për filmin Adem Jasharit, po që me të vërtet është një ngarkesë shumë e madhe dhe një përgjegjësi shumë e madhe dhe profesionale, po edhe kombëtare dhe personale, tjera me trajtu. Ne kemi trajtu dhe kemi marrë të gjithë